Luftëtari rëmben festën Orikut, ndërsa bregdetarët ishin përgatitur edhe për të hapur shampanjën. Gjërat rodhën ndryshe në fund të 90 minutave, pasi skuadrat ndan nga një pikë dhe që nuk hynë as pak në punë Orikut. Gjirokastritët morën kreun për shkak të golaverazhit dhe janë më të favorizuar për ngjitjen direkte, në krahasim me Orikasit, të cilët kanë pikë të barabarta me ta. Pjesëmarrja ishte jashtëzakonshme nga ana e tifozëve në tribuna, ndërsa 90 minutat u karakterizuan nga një lojë e ashpër, me shumë ndalesa dhe dëmtime të lojtarëve, por edhe tensione ankth në pankina. Vendasit e nisin mirë lojën, por nuk gjejnë dot kuadratin. Gjyqtari duket se u tërheq vëmendje të dy trajnerëve, atij të luftëtarit Shabani dhe trajnerit Idriza i Orikut. Disa raste do të kishte Oriku në këtë pjesë të parë, ashtu si kundër edhe luftëtari, por pa mundur dot që të gjejnë në rrjetën. E luftuar do të jetë edhe pjesa e dytë e takimit, por do të kishte gjithashtu edhe protesta të vendasve, të cilët pretendonin për 2 penalltit të padhëna nga gjyqtari. Tensionet do të shtoheshin në këtë pjesë të dytë, ku Oriku kërkonte të zhbllokonte shifrat, ndërsa gjirokastritët të mbroheshin, e pikërisht të mbronin këtë barazim. Gjithsesi, tashmë duket se Oriku ka dalë nga objektivi për të hyrë direkt në kategorinë e parë dhe do duhet tashmë që syt i ketë nga play-offi. Ndeshjet e play-offit do të përcaktojnë në fund nëse Orikasit do të arrijnë dot objektivin sezonal që kanë, ngjitjen një kategori më lartë.